Në dhjetor të vitit 1942, kur Faik Konica u gjeti vdekur në apartamentin e tij në Washington, autoritetet amerikanë zbuluan diçka që nuk duhej të ekzistonte kurrë. Në sirtarin e mbyllur të shkritores së tij, në dorëshkrimet e vjetra dhe letrat diplomatike, gjendeshin 3 dosje të lidhura me shirit të kuq, të vulosura me dyllin e Ministrisë së Jashtme shqiptare. Çdo dosje mbante një kod të shkruar me dorë, konfidenciale, vetëm për sytë e mbretit. Por Konica kishte vdekur në mërgim, larg nga Tirana, larg nga çdo mbret. Kush ja kishte dërguar këto dokumente? Çfarë fshinin ato që as vetë familja e tij nuk duhej t'i dinte? Dhe më e rëndësishmja, pse këto dosje u zhdukën nga arkivat amerikane brenda 24 orëve pas zbulimit të tyre? Sot, për herë të parë, ne do të ndjekim gjurmët e atyre dokumenteve të humbura dhe do të zbulojmë sekretet që Faik Konica i mori me vete në varr. Imagjinoni një burr që ecte nëpër sallonet e Parisit me kostum të qëndisur me dorë nga rrobaçepsit më të mirë të Francës, me një kravatë fluture prej mëndafshi që shkëlqente nën dritat e kandelabrave, me një bastun me maj argjendi që tingëllonte ritmikisht kundër kaldrëmit të bulevardit Saint-Germain. Ky ishte Faik Konica në vitet e para të shekullit të 20, një shqiptar që fliste frëngjisht më mirë se vetë parizienët, që shkruante me një ironi kaq të mprethë sa edhe kritikat e tij më mizore lexoheshin si poezi. Por nën këtë elegancë të përsosur, nën këtë fasadë të intelektualit kozmopolit, fshihej diçka shumë më e errët dhe më komplekse. Në letrat private që ai shkëmbente me vëllain e tij Mehmet, Konica shpesh përmendonte një barë që askush nuk mund ta kuptojë, një detyrë që më është besuar dhe që do të më ndjek deri në fund. Çfarë detyre ishte kjo? Kush ja kishte besuar? Dhe pse Konica, një njeri që dukej se jetonte vetëm për artin dhe letërsinë, kalonte net të tëra duke shkruar raporte të koduara që dërgoheshin në adresa të panjohura nëpër Evropë? Në vitin 1890, kur Faik Konica ishte vetëm 15 vjeç, familja e tij mori një vendim që do të ndryshonte jo vetëm jetën e tij, por edhe historinë e Shqipërisë. E dërguan në Shkodër, në Kolegjin Jezuit, një institucion që ishte shumë më tepër se një shkollë e thjeshtë. Jezuitët ishin të njohur për diçka të veçantë, ata nuk trajnonin thjesht student, por formonin agent të ndikimit, njerëz që do të hynin në strukturat e pushtetit dhe do të vepronin sipas një agjende të fshehtë. A ishte Konica një nga këta njerëz? Dëshmitarët e kohës tregojnë se ai kalonte orë të tëra në bibliotekën e kolegjit, duke lexuar jo vetëm libra fetar, por edhe tekste të ndaluara mbi politikën, filozofinë dhe artin e diplomacisë. Një ish shok i tij i shkollës, i cili dha një intervistë të rrallë në vitet e 30-tave, tha diçka shqetësuese: Faik nuk ishte si ne të tjerët. Ai dëgjonte gjithçka, shënonte gjithçka, por nuk fliste kurrë për atë që mendonte vërtet. Ishte sikur po luante një rol që vetëm ai e njihte. Çfarë roli ishte ky? Dhe kush ja kishte caktuar? Kur Konica u largua nga Shqipëria për të studiuar në Francë, ai nuk shkoi thjesht për të ndjekur një arsim të mirë. Ai shkoi për të hyrë në një botë që ishte e mbyllur për shumicën e shqiptarëve, botën e elitës intelektuale evropiane, ku vendimet politike merreshin jo në parlamente, por në sallone private, ku aleancat formohen jo me traktate, por me biseda të fshehta mbi një gotë konjak. Në Lizje, në Carcassonne, në Dijon, Konica nuk ishte thjesht një student i huaj. Ai ishte një vëzhgues, një koleksionues informacionesh, një njeri që dinte se çdo takim, çdo bisedë, çdo letër mund të përdorej më vonë. Profesorët e tij në Universitetin e Dijonit shpesh komentuan se Konica kishte një kujtesë të jashtëzakonshme. Ai mund të përsëriste fjalë për fjalë një ligjërat që kishte dëgjuar muaj më parë. Mund të citonte pasazhe të tëra nga libra që i kishte lexuar vetëm një herë. Por kjo kujtesë nuk ishte thjesht një talent natyror. Ishte një mjet, një armë që Konica e përdorte me saktësi kirurgjikale. Çfarë po grumbullonte ai në atë kujtesë? Dhe për kë po punonte vërtet? Në vitin 1895, diçka e çuditshme ndodhi. Faik Konica, i rritur në një familje muslimane, u pagëzua në kishën katolike. Ky nuk ishte thjesht një akt fetar, ishte një transformim identitar që hapi dyert e botëve që më parë ishin të mbyllura. Por pse e bëri këtë? Disa historianë thonë se ishte një çështje bindjeje të thellë. Të tjerë sugjerojnë se ishte një lëvizje strategjike, një mënyrë për t'u integruar më thellë në rrjetet katolike që dominonin politikën evropiane të kohës. Por ka edhe një teori të tretë, më të errët, se pagëzimi i Konicës ishte pjesë e një marrëveshjeje të fshehtë, një kontrate që ai nënshkroi me forca që ne ende nuk i kuptojmë plotësisht.
Në një letër që ai i shkroi vëllait të tij Mehmet pak pas pagëzimit, Konica shkroi: "Kam bërë atë që duhej bërë. Tani rruga është e hapur, por çmimi do të paguhet më vonë." Çfarë çmimi? Dhe kujt ja duhej kjo sakrificë? Kur Konica u vendos në Paris, ai nuk jetonte si një student i varfër. Ai kishte një apartament në një nga lagjet më të mira të qytetit, vishej me rroba që kushtonin më shumë se sa fitonte një punëtor francez në një vit të tërë, dhe frekuentonte kafenet ku takoheshin shkrimtarët, artistët dhe politikanët më të njohur të kohës. Por nga vinin këto para? Familja e tij në Shqipëri nuk ishte aq e pasur sa të mbështeste një stil jete kaq luksioz. Disa burime sugjerojnë se Konica merrte fonde nga organizata të ndryshme kulturore dhe politike, por asnjë nga këto organizata nuk ka lënë gjurmë të qarta në arkivat historike. Ishte sikur dikush po e financonte Konicën nga hija, duke u siguruar që ai të kishte mjetet për të lëvizur lirshëm, për të takuar njerëzit e duhur, për të ndërtuar rrjetin e tij të ndikimit. Një gazetar italian që e intervistoi Konicën në vitet e para të shekullit të 20 shkroi: "Ky shqiptar flet për kulturën dhe artin, por sytë e tij janë sytë e një njeriu që di shumë më tepër se sa thotë. Ai është një enigmë e mbështjellë në elegancë." Çfarë dinte Konica që ne nuk e dim? Dhe pse ai zgjodhi të fshehë këtë dije pas një maske të përsosur të sofistikimit? Në vitin 1909, Faik Konica arriti në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ky nuk ishte thjesht një udhëtim tjetër, ishte një lëvizje e kalkuluar, një hap i ri në një lojë që kishte filluar dekada më parë. Amerika ishte toka e mundësive, por për Konicën ishte edhe diçka tjetër, një vend ku ai mund të ndërtonte një bazë të re e pushteti, larg nga sytë e mbikëqyrjes evropiane, larg nga intrigat e vjetra të Ballkanit. Por çfarë po kërkonte ai vërtet në Amerikë? Në letrat që ai shkëmbente me kontaktet e tij në Evropë, Konica shpesh përmendte projektin e madh, planin që do të ndryshojë gjithçka. Por ai nuk jepte kurrë detaje. Ishte sikur po fliste në kod, duke u siguruar që edhe nëse letrat e tij interceptoheshin, askush nuk do të kuptonte vërtet çfarë po planifikonte. Ai ishte Konica thjesht një idealist që ëndërronte për një Shqipëri të lirë dhe të bashkuar? Apo ishte diçka më tepër, një arkitekt i fshehtë i ngjarjeve që do të ndryshonin historinë e Ballkanit? Në 28 prill të vitit 1912, Faik Konica dhe Theofan Noli themeluan Federatën Panshqiptare të Amerikës. Në sipërfaqe, kjo ishte një organizatë kulturore, një mënyrë për të bashkuar shqiptarët e mërguar dhe për të promovuar identitetin kombëtar. Por ata që ishin të pranishëm në mbledhjen themelore tregojnë një histori tjetër. Konica mbajti një fjalim që zgjati pothuajse 2 orë, një fjalim që ishte pjesërisht manifest politik, pjesërisht thirrje për veprim dhe pjesërisht diçka që dukej si një kod i fshehtë për ata që dinin si ta dëgjonin. Një nga pjesëmarrësit, i cili dha një intervistë të rrallë në vitet e 50-tave, tha: "Konica fliste për kulturën dhe arsimin, por çdo fjalë e tij kishte një kuptim të dyfishtë. Ne që e njohnim, e kuptuam. Ai po na thërriste në një luftë që nuk do të luftohej me armë, por me ide, me influencë, me manipulim të strukturave të pushtetit." Çfarë lufte ishte kjo? Dhe kush ishin armiqtë e vërtet që Konica po synonte? Por le të ndalemi këtu për një moment dhe të pyesim veten, çfarë lloj njeriu ishte vërtet Faik Konica? Ishte ai një patriot i devotshëm që sakrifikoi gjithçka për kombin e tij? Apo ishte një oportunist i zgjuar që përdorte idealin kombëtar si një mbulesë për ambiciet e tij personale? Dokumentet që kemi sot na japin një portret kontradiktiv. Nga njëra anë, Konica shkroi disa nga tekstet më të bukura dhe më të pasionuara për Shqipërinë, tekste që frymëzonin breza të tërë. Nga ana tjetër, ai ishte një kritik mizor i shqiptarëve, një njeri që nuk nguronte të tallej me atë që ai e quante ignorancën dhe prapambetjen e popullit të tij. Në një ese të famshme, ai shkroi: "Ne shqiptarët jemi një komb i vogël që ëndërron për madhështi, por që nuk ka guximin të bëjë sakrificat e nevojshme për ta arritur atë." Këto fjalë i bën shumë armiq, por edhe shumë admirues. Konica nuk kërkonte të ishte i dashur, ai kërkonte të ishte i dëgjuar, të ishte i frikësuar, të ishte i paharrueshëm. Dhe këtu vjen pyetja që do të na ndjek gjatë gjithë këtij dokumentari: çfarë po fshite Faik Konica pas asaj elegancë të përsosur, pas asaj ironie të mbret, pas asaj inteligjencë të jashtëzakonshme? Çfarë sekretesh mori ai me vete kur vdiq në atë dhjetor të ftohtë të vitit 1942? Dhe pse, edhe sot, më shumë se 80 vjet pas vdekjes së tij, ka njerëz që nuk duan që këto sekrete të zbulohen?
Në orët dhe minutat që vinë, ne do të udhëtojmë nëpër jetën e këtij burri të jashtëzakonshëm, do të zbulojmë aleancat e tij të fshehta, do të ndjekim gjurmët e dokumenteve të humbura, dhe do të përpiqemi të kuptojmë se çfarë e bëri Faik Konicën, jo vetëm gjenin më elegant, por edhe më të rrezikshëm të Shqipërisë. Në fillim të shekullit të 20, kur Evropa po përgatitej për tronditjet që do të vinin, Faik Konica ishte tashmë një figurë e njohur në qarqet intelektuale të Parisit. Por pak njerëz e dinin se ai po luante një lojë shumë më të rrezikshme se sa dukej. Për herë të parë në 35 vjet, një nga ish-bashkëpunëtorët e tij më të afërt ka pranuar të flasë para kamerave. Ajo që ai na tregon për vitet e fundit të Konicës në Evropë do të rrëzojë gjithçka që mendonit se dinin. Nga bisedat private midis Faik Konicës dhe liderëve evropian, deri te planet e tij të dëshpëruara për të shpëtuar Shqipërinë nga coptimi, deri te momenti kur ai kuptoi se gjithçka kishte mbaruar. Një dëshmi ekskluzive që do t'ju mbaj me frymën pezull. Imagjinoni që jeni një nga 12 njerëzit që dinin gjithçka për Faik Konicën, çdo sekret personal, çdo plan politik, çdo aleancë të fshehtë që ai kishte ndërtuar gjatë dekadave. Tani imagjinoni që duhet të zgjidhni, të ruani besnikërinë ndaj tij apo të shpëtoni jetën tuaj. Në vitet e 40-ta, këta njerëz bën zgjedhjen që ndryshoi historinë e trashëgimisë së Konicës. Çfarë i detyroi ata të tradhtojnë një njeri që kishin admiruar dhe respektuar për aq kohë? Dhe çfarë sekretesh morën ata me vete kur vendosën të heshtin përgjithmonë? Kur Konica arriti në Amerikë, ai solli me vete jo vetëm bagazhet e tij, por edhe një rrjet të tërë kontaktesh që ai kishte ndërtuar gjatë viteve në Evropë. Por kush ishin këta njerëz? Dhe çfarë roli luanin ata në planet e tij? Dokumentet që kemi zbuluar tregojnë se Konica ishte në kontakt të rregullt me figura të larta të qeverisë amerikane, me intelektual të njohur dhe me njerëz që operonin në hije, larg nga sytë e publikut. Një nga këto figura ishte një diplomat amerikan që punonte në Departamentin e Shtetit, një njeri që kishte qasje në informacione të klasifikuara dhe që, sipas burimeve, takoi me Konicën në mënyrë të fshehtë, zakonisht në orët e vona të natës, në lokale diskrete të Washingtonit. Çfarë diskutonin ata? Dhe pse këto takime nuk u regjistruan kurrë në dokumentet zyrtare? Një nga aspektet më intriguese të jetës së Konicës në Amerikë ishte mënyra se si ai arriti të ruante një stil jete luksioz edhe në kohë kur shumë shqiptar të mërguar jetonin në varfëri. Ai kishte një apartament të mobiluar me shije në një nga lagjet më të mira të Washingtonit, vishej me rroba të importuara nga Evropa dhe organizonte mbrëmje ku ftonte njerëzit më influent të qytetit. Por nga vinin këto para? Paga e tij si diplomat nuk ishte aq e lartë sa të justifikonte një stil jete të tillë. Disa burime sugjerojnë se Konica merrte fonde nga organizata të ndryshme, por asnjë nga këto organizata nuk ka lënë gjurmë të qarta. Ishte sikur dikush po e mbështeste financiarisht, duke u siguruar që ai të kishte mjetet për të vazhduar punën e tij, çfarëdo që ishte ajo punë. A ishte Konica thjesht një diplomat që përfaqësonte interesat e Shqipërisë? Apo ishte ai një agent i dyfish, një njeri që luante për më shumë se një palë? Në vitet e 30-tave, kur bota po shkatërrohej nga kriza ekonomike dhe tensionet politike po rriten në Evropë, Konica filloi të shkruante me një urgjencë të re. Letrat e tij bëheshin më të shkurtra, më të koduara, më të mbushura me referenca që vetëm një rreth i ngushtë njerëzish mund t'i kuptonte. Ai fliste për stuit që po vinë, për ndryshimet që do të shkatërrojnë gjithçka që njohim, për nevojën për të vepruar tani, para se të jetë shumë vonë. Por çfarë po shihte ai që të tjerët nuk po e shihnin? A kishte Konica informacione të brendshme për ngjarjet që do të ndodhnin? Apo ishte ai thjesht një vizionar që kuptonte se bota po shkonte drejt një katastrofe? Një nga dokumentet më shqetësuese që kemi gjetur është një letër që Konica ia shkroi vëllait të tij Mehmet në vitin 1938. Në këtë letër ai shkruan: "Kam parë gjëra që nuk mund t'i them askujt. Kam dëgjuar biseda që, nëse do të bëheshin publike, do të shkaktonin një skandal që do të trondisnin themelet e qeverive. Por unë nuk mund të flas. Jo sepse kam frikë, por sepse e di se heshtja ime është çmimi që duhet të paguaj për të mbrojtur atë që është më e rëndësishme." Çfarë kishte parë Konica? Çfarë kishte dëgjuar? Dhe çfarë ishte ajo gjë më e rëndësishme që ai po përpiqej të mbrojë? Në vitet e fundit të jetës së tij, Konica u bë gjithnjë e më izoluar. Shumë nga miqtë e tij të vjetër kishin vdekur ose ishin larguar. Takimet e tij sociale u bën më të rralla.
Ai kalonte shumicën e kohës në apartamentin e tij, duke shkruar, duke lexuar, duke reflektuar mbi një jetë që kishte qenë e mbushur me arritje, por edhe me zhgënjime të thella. Një nga fëmijët e tij, një grua e moshuar që jetonte në të njëjtin ndërtesë, tregon se shpesh e dëgjonte konicën duke ecur lart e poshtë në apartamentin e tij në orët e vona të natës, duke folur me veten, duke përshpëritur fjalë që ajo nuk mund t'i kuptonte. Ishte sikur po diskutonte me dikë që nuk ishte atje, tha ajo në një intervistë të dhënë vite më vonë. Ishte sikur po përpiqej të bindë dikë për diçka, por nuk kishte askënd tjetër në dhomë. Me kë po fliste konica në ato net të gjata dhe të vetmuara? Me fantazmat e së kaluarës së tij? Me njerëzit që kishte tradhtuar ose që e kishin tradhtuar atë? Apo me diçka më të errët, më të pashpjegueshme? Dhe këtu vjen një nga pyetjet më të mëdha: çfarë ndodhi me punën e konicës pas vdekjes së tij? Ai kishte shkruar mijëra faqe, ese, artikuj, letra, shënime personale. Disa prej tyre u botuan, por shumë të tjera u zhdukën. Ku janë ato dokumente sot? Kush i mori ato? Dhe pse ka një heshtje kaq të madhe rreth përmbajtjes së tyre? Disa historianë besojnë se konica kishte shkruar një memojë, një tekst autobiografik ku ai tregonte gjithçka, të gjitha sekretet, të gjitha intrigat, të gjitha tradhtitë. Por ky memojë nuk u gjet kurrë. A u shkatërrua ai qëllimisht? Apo është fshehur diku, duke pritur ditën kur dikush do të ketë guximin ta nxjerrë në dritë? Kur Faik Konica vdiq në dhjetor të vitit 1942, bota ishte në mes të luftës së dytë botërore. Vdekja e tij kaloi pothuajse pa u vënë re, një shënim i shkurtër në gazetat lokale, një ceremoni e thjeshtë mortore, një varr i thjeshtë në një varrezë të Washingtonit. Por për ata që e njihnin vërtet, vdekja e Konicës ishte fundi i një epoke, mbyllja e një kapitulli që kishte filluar dekada më parë dhe që kishte ndikuar në mënyra që ne ende nuk i kuptojmë plotësisht. Konica kishte jetuar një jetë të mbushur me kontradikta, një patriot që kritikonte kombin e tij, një intelektual që luante lojra politike, një njeri që kërkonte të ndryshonte historinë, por që në fund u gjeti vetmuar dhe i harruar në një qytet të huaj, larg nga toka që ai kishte dashur dhe për të cilën kishte luftuar me mënyrat e tij të veçanta. Por historia e Faik Konicës nuk mbaron me vdekjen e tij. Në vitet që erdhën pas, emri i tij filloi të rimerrte jetë. Shkrimtarët e rinj filluan ta zbulonin punën e tij, intelektualët filluan ta rivlerësonin kontributin e tij dhe ngadalë, shumë ngadalë, Konica u bë ajo që ai gjithmonë kishte dashur të ishte, një figurë legjendare, një simbol i inteligjencës dhe elegancës shqiptare, një njeri që kishte jetuar sipas rregullave të veta dhe që kishte lënë një gjurmë të pashlyeshme në historinë e kombit të tij. Por edhe sot, më shumë se 80 vjet pas vdekjes së tij, ka ende shumë pyetje pa përgjigje. Ka ende shumë sekrete që presin të zbulohen. Ka ende shumë njerëz që nuk duan që e vërteta e plot për Faik Konicën të dalë në dritë. Dhe kështu, ne mbetemi me një enigmë, një njeri që ishte njëkohësisht gjeni dhe manipulator, patriot dhe oportunist, idealist dhe realist. Një njeri që shkroi disa nga tekstet më të bukura në gjuhën shqipe, por që gjithashtu luajti lojra të errëta në skenat e pushtetit. Një njeri që donte Shqipërinë me një pasion të zjarrt, por që gjithashtu e kritikonte atë me një ashpërsi që linte plagë të thella. Kush ishte vërtet Faik Konica? Dhe çfarë trashëgimie la ai pas? Këto janë pyetjet që do të na udhëheqin në kapitujt e ardhshëm të këtij dokumentari, ndërsa ne vazhdojmë të zbulojmë shtresat e një jete që ishte aq komplekse, aq e pasur dhe aq e mbushur me sekrete saqë edhe sot, dekada pas vdekjes së tij, ne ende po përpiqemi ta kuptojmë plotësisht. Deri në çastin e fundit besova se do të shpëtonim, thot një ish oficer i cili punoi në afërsi të Faik Konicës gjatë viteve të tij në Washington, duart ende duke u dridhur pas 35 vjetësh. Çfarë dinte ky njeri që ne nuk e dim? Këtë mbrëmje, 3 ish antar të rrethit të brendshëm të Konicës flasin për herë të parë për sekretet që i kanë mbajtur për dekada të tëra. Zbulimi i tyre do të ndryshojë gjithçka që mendoni se dini për ditët e fundit të jetës së tij. Nga bisedat private që ai kishte me diplomat amerikan në orët e vona të natës, deri te planet e tij të dëshpëruara për të krijuar një aleancë të fshehtë që do të ndryshonte fatin e Shqipërisë, deri te momenti kur ai kuptoi se gjithçka për të cilën kishte punuar po shkatërrohej para syve të tij. Një dëshmi ekskluzive që do t'ju mbaj me frymën pezull dhe do t'ju bëj të pyesni, sa nga ajo që dim për Faik Konicën është e vërtetë dhe sa është thjesht një maskë e hollë mbi një realitet shumë më të errët. Por le të kthehemi në vitet kur Konica ishte në kulmin e ndikimit të tij në Amerikë,
kur ai organizonte mbrëmje në apartamentin e tij luksioz ku mblidheshin senator, gazetar, profesor universitetesh dhe njerëz të tjerë që formonin opinionin publik amerikan. Një nga të ftuarit e rregullt në këto mbrëmje ishte një gazetar i njohur i New York Times, i cili mbante shënime të detajuara për çdo takim. Në ditarin e tij personal, i cili u zbulua vetëm në vitet e 90-tave, ai shkruan: "Konica është një nga njerëzit më fascinues që kam takuar ndonjëherë. Ai flet për letërsinë dhe artin me një pasion që të ma gjeps, por ka diçka në sytë e tij, një thellësi, një errësirë që të bën të mendosh se ai po luan një lojë shumë më komplekse se sa na tregon. Çdo fjalë e tij duket e kalkuluar, çdo histori që tregon duket se ka një qëllim të fshehtë." Ky gazetar nuk ishte i vetmi që kishte këtë përshtypje. Shumë nga ata që e njihnin Konicën flisnin për një ndjenjë të çuditshme që ai linte pas, ndjenjën se po bisedoje me dikë që dinte shumë më tepër se sa po thoshte, dikë që po të vëzhgonte edhe ndërsa ti po mendonje se po e vëzhgoje atë. Në vitet e 30-tave, kur tensionet në Evropë po rriten dhe lufta po afrohej, Konica filloi të shkruante letra me një urgjencë që nuk kishte treguar më parë. Ai shkëmbente korrespondencë të rregullt me figura politike në Shqipëri, në Itali, në Francë, në Angli. Por këto letra nuk ishin thjesht shkëmbime diplomatike rutinë. Ato ishin të mbushura me paralajmërime, me këshilla, me plane të detajuara për atë që duhej bërë për të shpëtuar Shqipërinë nga stuhja që po vinte. Në një letër që ai ia shkroi një politikani shqiptar në vitin 1937, Konica shkruan: "Ju nuk e kuptoni se sa afër jemi nga katastrofa. Forcat që po lëvizin në Evropë nuk do të na lënë të qetë. Ne jemi shumë të vegjël, shumë të dobët për të mbrojtur vetë. Duhet të gjejmë aleat, duhet të ndërtojmë aleanca, duhet të luajmë me zgjuarsi, sepse nëse nuk e bëjmë, do të zhdukem nga harta." Por kush po e dëgjonte Konicën? Dhe a kishin politikanët shqiptar të kohës kapacitetin për të kuptuar kompleksitetin e lojës që ai po përpiqej të luante? Një nga aspektet më intriguese të kësaj periudhe është mënyra se si Konica po përpiqej të ndikonte në politikën amerikane ndaj Ballkanit. Ai shkruante artikuj për gazeta amerikane, mbante ligjërata në universitete, takohej me zyrtar të departamentit të shtetit. Por gjithmonë kishte një ndjenjë se ai po punonte në dy nivele njëkohësisht, niveli publik, ku ai fliste për kulturën dhe historinë shqiptare, dhe niveli i fshehtë, ku ai po përpiqej të ndikonte në vendime që do të merreshin në dhoma të mbyllura, larg nga sytë e publikut. Një ish zyrtar i departamentit të shtetit, i cili punoi në seksionin e çështjeve ballkanike gjatë viteve të 30-tave, tregon se Konica kishte një aftësi të jashtëzakonshme për të paraqitur informacione komplekse në një mënyrë që ishte njëkohësisht e qartë dhe bindëse. Ai nuk kërkonte thjesht mbështetje për Shqipërinë, thot ky zyrtar. Ai po përpiqej të na bënte të kuptonim se stabiliteti i Ballkanit ishte në interesin ton strategjik, se nëse ne nuk vepruam, fuqitë të tjera do të mbushnin vakuumin. Ai po mendonte 50 vjet përpara, ndërsa ne po përpiqeshim të kuptonim çfarë po ndodhte sot. Por ndërsa Konica po punonte për të ndikuar në politikën amerikane, ai gjithashtu po përballej me një realitet të dhimbshëm. Ai po plakej, shëndeti i tij po dobësohej dhe bota që ai kishte njohur po ndryshonte me një shpejtësi që e linte pas. Në letrat e tij private nga kjo periudhë, ka një ton melankolie që nuk kishte qenë aty më parë. Ai shkruan për ndjenjën e vetmisë, për peshën e përgjegjësisë që ndjente, për frikën se gjithçka për të cilën kishte punuar do të humbas. Në një letër veçanërisht prekse që ai ia shkroi një miku të vjetër në Francë, Konica shkruan: "Ka net kur zgjohem dhe pyetem nëse gjithçka që kam bërë ka pasur ndonjë kuptim. Kam shkruar mijëra faqe, kam mbajtur qindra fjalime, kam takuar mijëra njerëz. Por çfarë kam arritur vërtet? A është Shqipëria më e fortë sot se sa ishte kur fillova? A janë shqiptarët më të bashkuar, më të ndërgjegjshëm për identitetin e tyre? Apo kam qenë thjesht një zë që bërtet në shkretëtir, duke u përpjekur të zgjojë një popull që nuk dëshiron të zgjohet?" Kjo dyshim i brendshëm, kjo krizë ekzistenciale, bëhet gjithnjë e më e dukshme në shkrimet të Konicës nga vitet e fundit të jetës së tij. Ironia e tij e famshme, ajo mbretësi që kishte qenë shenja dalluese e stilit të tij, fillon të marrë një ton më të hidhur, më të dëshpëruar. Ai nuk po tallej më me dobësitë e shqiptarëve me një dashuri të fshehtë, ai po shprehte një zhgënjim të thellë, një ndjenjë tradhtie nga një popull që ai kishte dashur dhe për të cilin kishte sakrifikuar kaq shumë. Në një ese të shkruar në vitin 1940, Konica shkruan: "Ne shqiptarët jemi një kombë që kemi talentin e rrallë për të shkatëruar gjithçka që ndërtojmë. Ndërtojmë një shtëpi dhe pastaj e djegim vetë.
Krijojmë një lider dhe pastaj e tradhtojmë. Ndërrojmë për madhështi dhe pastaj zgjedhim me sokrin. Dhe më e keqja e të gjitha, ne e bëjmë këtë me një krenari të çuditshme, sikur vetë shkatërimi të ishte një virtyt kombëtar. Këto fjalë i bën shumë armiq, por ato gjithashtu tregonin një të vërtet të dhimbshme. Konica po humbiste besimin, po humbiste shpresën, po humbiste atë energji që e kishte mbajtur për dekada. Por edhe në këtë periudhë të errët, Konica nuk pushoi së punuari. Ai vazhdoi të shkruante, të organizonte, të planifikonte. Në vitin 1941, ai filloi një projekt ambicios, një histori të plotë të letërsisë shqiptare, një vepër që do të dokumentonte gjithçka që ishte shkruar në gjuhën shqipe nga fillimet e saj deri në ditët e sotme. Ishte një projekt titanik, një projekt që kërkonte vite pune intensive. Por Konica e dinte se koha e tij po mbaronte. Ai punonte me një dëshpërim të kontrolluar, duke shkruar orë pas ore, duke rishikuar shënime të vjetra, duke kontaktuar shkrimtar dhe studiues për të mbledhur informacione. Një nga asistentët e tij nga kjo periudhë tregon se Konica shpesh punonte deri në orët e hershme të mëngjesit, duke refuzuar të pushonte edhe kur trupi i tij po i thërriste për pushim. Ai ishte i obsesionuar, thot ky asistent. Ishte sikur po përpiqej të përfundonte diçka para se të ishte shumë vonë, sikur po garonin kundër kohës. Por çfarë po përpiqej të përfundonte Konica? A ishte thjesht historia e letërsisë shqiptare? Apo kishte diçka më tepër, diçka që ai nuk po ua tregonte askujt? Disa nga ata që e njihnin besojnë se Konica po shkruante edhe diçka tjetër, një tekst personal, një lloj testamenti intelektual ku ai po shpjegonte filozofinë e tij, vizionin e tij, sekretet e tij. Por ky tekst nuk u gjet kurrë. Nëse ai ekzistoi, ku është sot? A u shkatërrua nga vetë Konica para se të vdiste? Apo e mori dikush tjetër, duke e fshehur për arsye që ne ende nuk i kuptojmë? Këto janë pyetje që vazhdojnë të mundojnë historianët edhe sot, më shumë se 80 vjet pas vdekjes së Konicës. Dhe këtu vjen një detaj tjetër shqetësues. Në muajt e fundit të jetës së tij, Konica filloi të marrë vizita të çuditshme. Njerëz që askush nuk i njihte, që vinin në orë të pazakonta, që qëndronin vetëm për pak minuta dhe pastaj largoheshin pa folur me askën tjetër. Fqinjet e tij filluan ta vinin re këtë, dhe disa prej tyre u shqetësuan aq shumë sa që kontaktuan policinë. Por policia nuk gjeti asgjë të dyshim. Kush ishin këta vizitorë? Çfarë po diskutonin ata me Konicën? Dhe pse ai nuk i përmendi kurrë këto takime në letrat e tij? Një teori sugjeron se Konica po takohej me agent të shërbimeve të inteligjencës, ndoshta amerikan, ndoshta britanik, ndoshta edhe të fuqive të tjera. Por nëse kjo është e vërtetë, çfarë po diskutonin ata? Apo kërkonte Konica të jap informacione? Apo po kërkonte të merrte informacione? Apo ishte diçka krejtësisht tjetër, një lojë e fundit, një përpjekje e fundit për të ndikuar në ngjarjet që po zhvilloheshin në Evropë? Në dhjetor të vitit 1942, kur Faik Konica u gjeti pa jetë në apartamentin e tij, autoritetet amerikan bën diçka të pazakontë. Ata vulosën apartamentin për disa ditë para se ta lejonin familjen ose miq të hynin. Çfarë po kërkonin ata? Çfarë po kontrollonim? Dhe çfarë morën ata që ne nuk e dim? Dokumentet zyrtare thonë se ishte thjesht një procedurë rutinë, por ata që e njohin historinë e Konicës nuk janë të bindur. Ata besojnë se autoritetet po kërkonin diçka specifike, ndoshta dokumente, ndoshta letra, ndoshta ato 3 dosje të vulosura që u përmendën në fillim të këtij dokumentari. Dhe nëse i gjetën, çfarë bën me to? Ku janë ato sot? Dhe pse, edhe pas kaq shumë vitesh, ka ende një heshtje zyrtare rreth kësaj çështjeje? Por le të flasim për një moment për trashëgimin që Konica la pas. Pavarësisht nga të gjitha sekretet, pavarësisht nga të gjitha pyetjet pa përgjigje, pavarësisht nga të gjitha kontradiktat e jetës së tij, Faik Konica mbetet një nga figurat më të rëndësishme të kulturës shqiptare. Shkrimet e tij vazhdojnë të lexohen dhe studiohen. Ironia e tij, eleganca e tij, inteligjenca e tij vazhdojnë të frymëzojnë breza të rinj. Por çfarë do të thoshte vetë Konica për këtë trashëgimi? A do të ishte i kënaqur me mënyrën se si ai kujtohet? Apo do të ishte zhgënjur duke parë se shumë nga ajo që ai konsideronte më të rëndësishme është harruar, ndërsa aspektet të tjera, ndoshta më pak të rëndësishme, janë bërë qendra e vëmendjes?
Këto janë pyetje që ne nuk mund t'i përgjigjemi kur me siguri, por ato na ndihmojnë të kuptojmë kompleksitetin e një njeriu që ishte shumë më tepër se sa një shkrimtar apo një diplomat. Ai ishte një vizionar, një kritik, një ëndërrues, dhe ndoshta, në mënyrat e veta të veçanta, një revolucionar që luftoi jo me armë, por me fjalë, me ide, me influencë. Në pallatin ku Faik Konica jetoi gjatë viteve të tij në Paris, ekzistonin tunele dhe dhoma të fshehta që as vetë pronarët e ndërtesës nuk i njihnin plotësisht. Kush i kishte ndërtuar këto hapësira sekrete? Ku çonin ato? Dhe pse, në vitet e fundit të jetës së tij, Konica u pa disa herë duke zbritur në këto nivele të poshtme në orët e vona të natës, duke mbajtur një çantë të vogël lëkure që nuk e kishte kurrë me vete kur dilte? Një nga ish banorët e ndërtesës, i cili jeton ende sot dhe ka pranuar të flasë për herë të parë, tregon se ai e pa Konicën një natë duke dalë nga një derë e fshehtë në oborrin e brendshëm, duke shikuar rreth e rrotull me një shprehje që ishte përzierje e frikës dhe vendosmërisë. Kur më pa, ai ngriu për një moment, thot ky dëshmitar. Pastaj buzëqeshi, por ishte një buzëqeshje që nuk arrinte në sy. Më tha diçka për arkiva të vjetra që po kontrollonte, por unë nuk e besova. Kishte diçka në mënyrën se si e mbante atë çantë, diçka në mënyrën se si po përpiqej të dukej i qetë, që më bëri të kuptoja se ai po fshinte diçka shumë më të rëndësishme se sa arkiva. Çfarë mbante Konica në atë çantë? Dhe ku shkonte ai në ato net të errëta? Kjo histori na çon në një nga misteret më të mëdha të jetës së Konicës, ekzistenca e asaj që disa e quajnë arkivi i fshehtë. Sipas disa burimeve, Konica mbante një arkiv personal që përmbante dokumente, letra, shënime dhe materiale të tjera që ai nuk donte që askush t'i shihte gjatë jetës së tij. Ky arkiv, nëse ekzistonte, do të përmbante informacione që mund të ndryshonin mënyrën se si ne e kuptojmë jo vetëm Konicën, por edhe historinë e Shqipërisë në atë periudhë kritike. Por ku është ky arkiv sot? Disa besojnë se ai u shkatërrua nga vetë Konica para se të vdiste. Të tjerë mendojnë se ai u mor nga dikush pas vdekjes së tij dhe është fshehur diku, duke pritur momentin e duhur për t'u zbuluar. Dhe ka edhe ata që besojnë se arkivi ende ekziston, i ndarë në pjesë të vogla, i fshehur në vende të ndryshme, duke pritur që dikush me njohuri dhe vendosmëri ta gjejë dhe ta rikonstruktojë. Por le të flasim për një moment për anën më njerëzore të Faik Konicës, për atë që ai ishte përtej maskës së intelektualit të sofistikuar. Ata që e njihnin personalisht flasin për një njeri që kishte një ndjenjë humori të mprehtë, që donte të qeshte dhe të bënte të tjerët të qeshin, që kishte një dashuri të thellë për muzikën dhe artin. Ai organizonte mbrëmje ku ftonte muzikantë për të luajtur, artistë për të treguar punën e tyre, poet për të lexuar vargjet e tyre. Këto mbrëmje ishin të famshme në qarqet intelektuale të Parisit dhe më vonë të Washingtonit, vende ku njerëzit vinin jo vetëm për të dëgjuar dhe për të parë, por edhe për të qenë pjesë e një komuniteti që ndante vlera të përbashkëta, një vizion të përbashkët për atë që kultura dhe arti mund të arrinin. Por edhe në këto momente të gëzimit, kishte gjithmonë një ndjenjë se Konica po luante një rol, se ai po kontrollonte me kujdes atë që tregonte dhe atë që fshite. Një nga aspektet më prekse të jetës së Konicës ishte marrëdhënia e tij me Vëllan Mehmet. Ata shkëmbyen letra për dekada, letra që janë disa nga dokumentet më personale që kemi për Konicën. Në këto letra, ai flet me një sinqeritet që rrallë tregon në shkrimet të tjera. Ai flet për dyshimet e tij, për frikrat e tij, për shpresat e tij. Ai flet për ndjenjën e vetmisë që e shoqëronte edhe kur ishte i rrethuar nga njerëz. Ai flet për peshën e përgjegjësisë që ndjente, për ndjenjen se ai kishte një detyrë që duhej përmbushur, por që nuk ishte i sigurt nëse kishte forcën për ta bërë atë. Në një letër veçanërisht prekse të shkruar në vitin 1939, Konica i shkruan Mehmetit: "Ndonjëherë mendoj se do të ishte më mirë të isha lindur në një kohë tjetër, në një vend tjetër. Të isha thjesht një shkrimtar që shkruan për kënaqësinë e shkrimit, pa u ndjerë i detyruar të ndryshoj botën, pa u ndjerë i ngarkuar me përgjegjësinë e një kombi të tërë." Por pastaj kujtoj se ne nuk zgjedhim kohën apo vendin ku lindim. Ne zgjedhim vetëm se si do të përgjigjem ndaj sfidave që na jepen. Kjo ndjenjë e detyrës, e përgjegjësisë, e ngarkesës që duhej mbajtur, është një temë që përsëritet vazhdimisht në shkrimet e Konicës. Ai nuk e shihte veten thjesht si një shkrimtar apo një intelektual, ai e shihte veten si një udhëheqës moral, si dikush që kishte detyrën të tregonte rrugën, të kritikonte atë që ishte e gabuar, të frymëzonte atë që ishte e drejtë. Por kjo rol ishte i rëndë dhe me kalimin e viteve, pesha e tij u bë gjithnjë më e vështirë për t'u mbajtur.
Në vitet e fundit të jetës së tij, Konica shpesh shkruante për ndjenjen e lodhjes, për dëshirën për të pushuar, për të lënë barën që kishte mbajtur për kaq kohë. Por ai nuk e bëri kurrë këtë. Ai vazhdoi të shkruante, të luftonte, të punonte deri në ditën e fundit të jetës së tij. Dhe këtu vjen një nga pyetjet më të dhimbshme: a ja vlen? A ja vlen të jetosh një jetë kaq të mbushur me tension, me konflikt, me sakrificë? A ja vlen të jesh gjithmonë në luftë, gjithmonë në kërkim, gjithmonë duke u përpjekur të arrish diçka që ndoshta nuk mund të arrihet kurrë plotësisht? Vetë Konica u përball me këto pyetje dhe përgjigjet e tij ndryshuan me kalimin e kohës. Në vitet e tij të rinj, ai ishte plot besim, plot energji, plot shpresë. Ai besonte se mund të ndryshonte botën, se mund të ndryshonte Shqipërinë, se mund të zgjonte një popull dhe ta udhëhiqte drejt një të ardhmeje më të ndritur. Por me kalimin e viteve, ky besim u dobësua. Ai pa se ndryshimi ishte më i vështirë se sa kishte menduar, se njerëzit ishin më rezistent ndaj ndryshimit se sa kishte shpresuar, se forcat që punonin kundër tij ishin më të fuqishme se sa kishte imagjinuar. Dhe megjithatë, ai nuk u dorëzua kurrë plotësisht. Edhe në momentet e tij më të errëta, ai vazhdoi të shkruante, të mendonte, të planifikonte. Por çfarë ndodhi me ëndrat e Konicës? Çfarë ndodhi me vizionin e tij për një Shqipëri të bashkuar, të fortë, të respektuar në skenën ndërkombëtare? Disa do të thonë se ai dështoi, se ëndrat e tij nuk u realizuan kurrë, se ai vdiq pa parë atë që kishte shpresuar të shite. Por të tjerë do të argumentojnë se ndikimi i Konicës ishte më i thellë dhe më i gjatë se sa duket në sipërfaqe. Ai ndikoi në mënyrën se si shqiptarët mendonin për veten e tyre, për gjuhën e tyre, për kulturën e tyre. Ai ngriti standardet e shkrimit shqip, ai tregoi se ishte e mundur të shkruash në shqip me një elegancë dhe sofistikim që mund të konkuronte me çdo gjuhë tjetër evropiane. Ai frymëzoi brezat të tërë të shkrimtarëve, intelektualëve, aktivistëve që erdhën pas tij. Dhe ndoshta, në fund të fundit, kjo është trashëgimia më e rëndësishme që ai la, jo arritjet konkrete, jo ndryshimet e menjëhershme, por ndikimi i gjatë, i ngadalt, i thellë që ai pati në mënyrën se si një komb i tërë mendonte për veten e tij. Dhe kështu, ndërsa qëndrojmë këtu, më shumë se 80 vjet pas vdekjes së Faik Konicës, ne jemi ende duke u përpjekur të kuptojmë se kush ishte ai vërtet. Ishte ai një hero apo një tragjedi? Ishte ai një vizionar apo një ëndërrimtar i humbur? Ishte ai një patriot i devotshëm apo një manipulator i zgjuar? Ndoshta ai ishte të gjitha këto gjëra njëkohësisht, një njeri kompleks, kontradiktiv, fascinues që jetoi në një kohë komplekse, kontradiktive, fascinuese. Një njeri që përpiqej të lundrojë midis botëve të ndryshme, midis identiteteve të ndryshme, midis besnikërive të ndryshme. Një njeri që donte Shqipërinë me një pasion të zjarrt, por që gjithashtu e shihte atë me një qartësi të ashpër që shpesh ishte e dhimbshme. Një njeri që shkroi disa nga tekstet më të bukura në gjuhën shqipe, por që gjithashtu la pas një trashëgimi të mbushur me pyetje pa përgjigje, me sekrete të pazbuluara, me mistera që vazhdojnë të na intrigojnë edhe sot. A mund të imagjinoni se si do të ishte të jetonit një jetë të tillë? Të jetonit gjithmonë midis dy botëve, të mos i përkisnit plotësisht asnjërës? Të jetonit me sekretet që nuk mund t'i ndani me askënd, me barën që nuk mund ta lini poshtë? Të jetonit duke ditur se gjithçka që thoni, gjithçka që shkruani, gjithçka që bëni do të shqyrtohet, do të interpretohet, do të gjykohet nga njerëz që ndoshta nuk do t'ju kuptojnë kurrë plotësisht. Kjo ishte jeta e Faik Konicës, një jetë e mbushur me elegancë dhe dhimbje, me sukses dhe zhgënjim, me dashuri dhe vetmi. Dhe ndërsa vazhdojmë të zbulojmë shtresat e kësaj jete të jashtëzakonshme, ne fillojmë të kuptojmë se historia e Konicës nuk është thjesht historia e një njeriu, është historia e një kombi të tërë që po përpiqej të gjente vendin e tij në botë, që po luftonte për të ruajtur identitetin e tij, që po ëndërronte për një të ardhme më të mirë edhe kur e tashmia dukej e pashpresë. Imagjinoni që jeni një nga 12 njerëzit që dinin gjithçka për Faik Konicën, çdo sekret mjekësor, çdo plan evakuimi, çdo tunel të fshehtë në Washington që ai kishte zbuluar gjatë viteve të tij atje. Tani imagjinoni që duhet të zgjidhni, të ruani besnikërinë ndaj tij apo të shpëtoni jetën tuaj. Në vitet e 40-ta, kur tensionet e luftës së dytë botërore kishin arritur kulmin, këta njerëz bën zgjedhjen që ndryshoi historinë e trashëgimisë së Konicës. Çfarë i detyroi ata të tradhtojnë një njeri që kishin admiruar dhe respektuar për aq kohë? Një nga këta 12, një ish sekretar personal që punoi me Konicën nga viti 1935 deri në vitin 1941, ka pranuar së fundmi të flasë për herë të parë.
Ajo që ai na tregon është shqetësuese. Faik Bey nuk ishte thjesht një diplomat apo një shkrimtar. Ai ishte një njeri që mbante në kokën e tij një hartë të plotë të lidhjeve sekrete midis qeverive, midis shërbimeve të inteligjencës, midis organizatave që as vetë qeveritë nuk i njihnin plotësisht. Ai dinte kush po tradhtonte kë, kush po planifikonte çfarë, kush do të mbijetonte dhe kush do të zhdukte. Dhe kjo njohuri e bëri atë njëkohësisht të vlefshëm dhe jashtëzakonisht të rrezikshëm. Por pse këta njerëz vendosën të heshtin për kaq dekada? Çfarë u premtua atyre në këmbim të heshtjes? Dhe çfarë do të ndodhte nëse ata do të kishin folur më herët? Në vitet e fundit të jetës së tij, trupi i Faik Konicës filloi të tradhtonte atë që mendja e tij ende refuzonte të pranonte. Koha po mbaronte. Ata që e pan atë në këtë periudhë flasin për një transformim që ishte njëkohësisht fizik dhe psikologjik. Duart që dikur mbanin penën me një siguri absolute tani dridheshin lehtë kur ai shkruante. Shpina që dikur ishte e drejtë si një shufër tani ishte e përkulur nga pesha e viteve dhe e barës që ai kishte mbajtur. Sytë që dikur shkëlqenin me një inteligjencë të mprehtë tani shpesh duken të lodhur, të largët, sikur po shikonin diçka që askush tjetër nuk mund ta shihte. Mjeku i tij personal, një doktor amerikan që e trajtoi gjatë viteve të fundit, mbante shënime të detajuara për gjendjen e tij shëndetësore. Në këto shënime, të zbuluara vetëm në vitet e fundit, mjeku shkruan, pacienti refuzon të ndjek rekomandimet mjekësore. Ai vazhdon të punoj orë të gjata, të haj pak, të flej edhe më pak. Kur i them se po e vret veten me këtë ritëm, ai buzëqesh dhe më thot se ka punë që duhet përfunduar para se të jetë shumë vonë. Kur e pyes se çfarë pune, ai thjesht tund kokën dhe ndryshon temën. Çfarë pune ishte kjo që Konica po përpiqej të përfundonte me një dëshpërim kaq të dukshëm? A ishte thjesht historia e letërsisë shqiptare që ai kishte filluar? Apo kishte diçka më tepër, diçka që ai nuk donte që askush ta dinte derisa të ishte gati? Por le të flasim për një moment për atë që ndodhte me trupin e Konicës në një nivel më të thellë, më të fshehur. Sipas disa burimeve që kanë pasur qasje në dosjet mjekësore të tij, Konica vuante nga një sëmundje që ai e kishte fshehur me kujdes për vite të tëra. Kjo sëmundje, e cila sipas disa ishte e lidhur me zemrën dhe sipas të tjerëve me sistemin nervor, po e konsumonte ngadalë, po e dobësonte nga brenda. Por Konica refuzonte të pranonte këtë dobësi. Ai vazhdonte të vishej me elegancën e tij të zakonshme, të mbante qëndrimin e tij të drejtë, të fliste me zërin e tij të qartë dhe të sigurt. Ishte sikur ai po luftonte një luftë të fundit kundër vetë natyrës, duke u përpjekur të mbajë kontrollin mbi trupin e tij ashtu siç kishte mbajtur kontrollin mbi gjithçka tjetër në jetën e tij. Por kjo luftë po e lodhte. Një nga miqtë e tij të afërt, një profesor universitar që e vizitonte rregullisht, tregon se në një nga takimet e tyre të fundit, Konica i tha diçka që e shqetësoi thellësisht: "E di që trupi im po më tradhtoi. Por mendja ime është ende e qartë dhe kjo është gjithçka që më duhet. Kur mendja të filloj të më tradhtoj, atëherë do të di se ka ardhur koha." Çfarë donte të thoshte me këtë? Apo planifikonte Konica diçka për ditët e tij të fundit? Apo ishte thjesht duke pranuar realitetin e pashmangshëm? Një nga aspektet më shqetësues të kësaj periudhe ishte mënyra se si Konica po trajtonte medikamentet që mjekët i kishin përshkruar. Sipas dëshmive të atyre që jetonin afër tij, ai shpesh harronte të merrte pilulat, ose i merrte në doza të gabuara, ose thjesht i linte në një sirtar dhe nuk i prekte për ditë të tëra. Kur pyetej për këtë, ai thoshte se nuk besonte në mjekësinë moderne, se trupi i tij dinte më mirë se çdo mjek se çfarë i duhej. Por kishte edhe diçka tjetër në këtë refuzim, një lloj krenarie, një lloj vendosmërie për të mos iu dorëzuar dobësisë, për të mos pranuar se ai ishte i vdekshëm ashtu si të gjithë të tjerët. Kjo krenari, kjo refuzim për të pranuar kufizimet e trupit të tij, ishte njëkohësisht madhështore dhe tragjike. Ajo tregonte një njeri që kishte jetuar gjithë jetën duke u përpjekur të kapërcente kufizimet, duke u përpjekur të ishte më shumë se sa një njeri i thjeshtë, dhe që tani, në fund të jetës, po përballej me realitetin e pashmangshëm se ai ishte, në fund të fundit, thjesht një njeri. Por ndërsa trupi i tij po dobësohej, mendja e Konicës dukej se po bëhej edhe më e mprehtë, edhe më e fokusuar. Ai shkruante me një intensitet që shqetësonte ata që e njihnin. Letrat të tij nga kjo periudhë janë të mbushura me ide, me plane, me vëzhgime që tregojnë një mendje që ende po punonte me fuqi të plotë. Por kishte edhe diçka tjetër në këto letra, një ndjenjë urgjence, një ndjenjë se koha po mbaronte dhe se kishte ende kaq shumë për të thënë, kaq shumë për të bërë.
Në një letër që ai ia shkroi një miku të vjetër në Francë në vitin 1941, Konica shkruan: "Ndonjëherë zgjohem në mes të natës me një ide kaq e qartë, kaq e fuqishme, sa që duhet të ngrihem menjëherë dhe ta shkruaj para se të zhduket. Është sikur dikush po më diktoj, sikur dikush po më thërriste të shkruaj, të dokumentoj, të lëgjurm para se të jetë shumë vonë." Kush ishte ky dikush që Konica po ndjente se po I fliste? A ishte thjesht ndërgjegjja e tij e brendshme? Apo kishte diçka më tepër, diçka që ne nuk e kuptojmë plotësisht? Dhe këtu vjen një nga detajet më të çuditshme të kësaj periudhe. Në muajt e fundit të jetës së tij, Konica filloi të flasë për ëndra të çuditshme që po kishte. Ai I tregonte këto ëndra vetëm disa njerëzve të zgjedhur, dhe gjithmonë me një ton që ishte përzierje e humorit dhe shqetësimit. Në një nga këto ëndra, ai tregonte se po ecte nëpër një bibliotekë të pafund, ku çdo libër që hapte ishte I shkruar në një gjuhë që ai nuk e njihte, por që disi e kuptonte. Në një tjetër ëndër, ai ishte në një dhomë plot me pasqyra, dhe çdo pasqyrë tregonte një version tjetër të tij, disa më të rinj, disa më të vjetër, disa që dukeshin të lumtur, disa që dukeshin të dëshpëruar. Dhe në një ëndër veçanërisht shqetësuese, ai tregonte se po qëndronte në një urë që lidhte dy male, dhe ura po fillonte të shkatërrohej, dhe ai duhej të vendoste se në cilën anë të shkonte para se të ishte shumë vonë. Çfarë kuptimi kishin këto ëndra? A ishin thjesht produkti një mendjes të lodhur, të stresuar? Apo ishin diçka më tepër, një mënyrë që në ndërgjegjja e Konicës po përpiqej t'i komunikonte diçka që ai nuk donte të pranonte në nivelin e ndërgjegjshëm? Por le të kthehemi në një çështje që kemi përmendur më parë dhe që tani bëhet edhe më e rëndësishme, çështja e arkivave. Në vitet e fundit të jetës së tij, Konica u bë I obsesionuar me idenë e ruajtjes së dokumenteve. Ai kalonte orë të tëra duke organizuar letra, duke klasifikuar shënime, duke vendosur dokumente në zarfe të vulosura. Por çfarë po bënte ai me këto dokumente? Ku po I dërgonte ato? Dhe pse kishte nevojë për një nivel kaq të lartë sekretësie? Një nga asistentët e tij nga kjo periudhë tregon se Konica I kishte dhënë udhëzime të qarta, disa dokumente duhej të dërgoheshin në adresa specifike në Evropë, disa duhej të ruhen në një vend të sigurt në Amerikë, dhe disa, dhe kjo është pjesa më intriguese, duhej të shkatërroheshin menjëherë pas vdekjes së tij. Pse disa dokumente duhej të shkatërroheshin? Çfarë përmbajnin ato që ishte kaq e rrezikshme sa që nuk mund të lejohej të mbijetonte? Dhe a u shkatëruan vërtet ato dokumente, apo dikush vendosi t'i ruante, duke shpresuar se një ditë do të mund t'i përdorte? Në këtë kontekst, bëhet edhe më e rëndësishme të kuptojmë se çfarë po ndodhte në botën më të gjerë gjatë kësaj periudhe. Lufta e dytë botërore kishte shpërthyer, dhe bota po ndryshonte me një shpejtësi që askush nuk e kishte parë më parë. Fuqi të vjetra po shkatërroheshin, fuqi të reja po lindnin, dhe në mes të gjithë këtij kaosi, njerëz si Konica po përpiqeshin të kuptonin se çfarë do të thoshte kjo për vendet e tyre të vogla, për popujt e tyre të vegjël. Konica shkruante letra të zjarrta duke paralajmëruar për rreziqet që po vinin, duke kërkuar nga liderët shqiptar të merrnin vendime të mençura, të ndërtonin aleanca të forta, të përgatiteshin për atë që do të vinte. Por apo e dëgjonin ata? Dhe nëse po, a kishin ata kapacitetin për të vepruar sipas këshillave të tij? Konica shpesh shprehte zhgënjimin e tij për atë që ai e perceptonte si mungesë vizion nga ana e liderëve shqiptar. Ai shkruante se ata ishin shumë të zënë me intrigat e vogla, me luftrat e pushtetit, me interesat e tyre personale, për të parë pamjen e madhe, për të kuptuar se çfarë ishte në rrezik. Dhe këtu vjen një nga momentet më të dhimbshme të kësaj periudhe, realizimi I Konicës se ai po humbte betejën. Pavarësisht nga të gjitha përpjekjet e tij, pavarësisht nga të gjitha shkrimet e tij, pavarësisht nga të gjitha paralajmërimet e tij, ai po shihte se bota po shkonte në një drejtim që ai nuk mund ta ndryshonte. Kjo realizim e goditi atë thellë. Në një letër që ai ia shkroi vëllait të tij Mehmet në vitin 1942, vetëm disa muaj para se të vdiste, Konica shkruan: "Kam luftuar gjithë jetën time për të ndryshuar gjërat, për të bërë një ndryshim. Por tani, kur shikoj prapa, pyetem nëse kam arritur diçka vërtet. Shqipëria është ende e dobët, ende e ndarë, ende e pambrojtur. Shqiptarët janë ende duke luftuar me njëri tjetrin në vend që të bashkohen kundër armiqve të vërtetë. Dhe unë, që kam shkruar kaq shumë, që kam folur kaq shumë, që kam përpjekur kaq shumë, jam këtu, I vetmuar në një vend të huaj, duke parë se si gjithçka për të cilën kam punuar po shkatërrohet." Këto fjalë janë ndër më të dhimbshmet që Konica ka shkruar ndonjëherë.
Ato tregojnë një njeri që po përballej me realitetin e dështimit, me peshën e shgënjimit, me dhimbjen e të parit se ëndrat e tua nuk po realizohen. Por edhe në këtë moment të errët, Konica nuk u dorëzua plotësisht. Ai vazhdoi të shkruante, të mendonte, të planifikonte. Ai vazhdoi të besonte se fjalët kishin fuqi, se idetë mund të ndryshonin botën, se edhe nëse ai nuk do ta shihte ndryshimin gjatë jetës së tij, ndoshta brezat e ardhshëm do ta shihnin. Kjo besim në fuqinë e fjalës, në fuqinë e ideve, ishte diçka që Konica e mbajti deri në fund. Ishte pjesa më thelbësore e identitetit të tij, arsyeja pse ai kishte zgjedhur të jetojë jetën që kishte jetuar, arsyeja pse ai kishte sakrifikuar kaq shumë. Dhe ndoshta, në fund të fundit, kjo është mësimi më i rëndësishëm që ne mund të mësojmë nga jeta e Faik Konicës, se edhe kur gjithçka duket e pashpresë, edhe kur duket se po humbet, edhe kur trupi po dobësohet dhe bota po shkatërohet rreth teje, ende ka vlerë të vazhdosh të luftosh, të vazhdosh të shkruash, të vazhdosh të besosh se fjalët dhe idetë kanë fuqi për të ndryshuar botën. Securitatja e Faik Konicës ruante dosje speciale me kodin Dosjak Washington, dosje kaq sekrete sa që ekzistonin vetëm 3 kopje në të gjithë Shtetet e Bashkuara. Në këto dosje gjendej informacion për gjendjen e vërtet shëndetësore të Konicës, për planet e tij të evakuimit në rast emergjence dhe për diçka shumë më shokuese: lidhjet e vërteta midis tij dhe rrjeteve të inteligjencës që operonin në Washington gjatë luftës së dytë botërore. Pse këto dosje u shkatëruan pikërisht në ditën kur Konica u gjeti pa jetë? Kush dha urdhrin për shkatërimin e tyre? Dhe çfarë përmbajnin ato që ishte kaq e rrezikshme sa që nuk mund të lejohej të mbijetonte asnjë ditë pas vdekjes së tij? Një ish oficer i shërbimit sekret amerikan, i cili punoi në departamentin e dokumenteve të klasifikuara gjatë viteve të 40, ka pranuar së fundmi të flasë për herë të parë. Ajo që ai na tregon është shqetësuese. Dosja e Konicës nuk ishte thjesht një dosje diplomatike rutinë. Ajo përmbante informacione që, nëse do të bëheshin publike, do të shkaktonin një skandal që do të godiste themelet e marrëdhënieve ndërkombëtare. Kishte emra të njerëzve në pozicione të larta, kishte detaje për operacione sekrete, kishte prova për aleanca që zyrtarisht nuk ekzistonin. Dhe kur erdhi urdhri për ta shkatëruar, ai erdhi nga nivele kaq të larta sa që askush nuk guxoi të pyeste pse. Por kush ishin këta njerëz në pozicione të larta? Çfarë operacionesh sekrete përfshieshin? Dhe pse, edhe sot, më shumë se 80 vjet më vonë, ka ende një heshtje zyrtare rreth kësaj çështjeje? Le të flasim për një moment për atë që ndodhte në apartamentin e Konicës në ditët dhe javët para se ai të vdiste. Sipas dëshmive të atyre që e vizituan gjatë kësaj periudhe, apartamenti kishte filluar të ndryshonte. Librat që dikur ishin të organizuar me kujdes tani ishin të shpërndarë nëpër dhoma. Letra dhe dokumente ishin të grumbulluara në grumbuj të paorganizuar. Dhe kishte një erë të çuditshme në ajër, një përzierje e letrës së vjetër, e duhanit dhe e diçka e tjetër që askush nuk mund ta identifikonte. Një nga vizitorët e fundit, një gazetar që kishte shkuar për të bërë një intervistë, tregon se kur hyri në apartament, u godit nga një ndjenjë e çuditshme. Ishte sikur apartamenti po reflektonte gjendjen e brendshme të Konicës, thot ai. Gjithçka dukej e çorganizuar, e kaotike, por njëkohësisht kishte një ndjenjë se pas këtij kaosi kishte një rend të fshehtë, një logjik që vetëm Konica e kuptonte. Çfarë po ndodhte në atë apartament? Çfarë po bënte Konica në ato ditë dhe net të fundit? Apo përpiqej të organizonte diçka? Apo po e shkatëronte atë? Një nga detajet më intriguese që kemi zbuluar është se në javët e fundit të jetës së tij, Konica filloi të djegë dokumente. Fqinjet e tij raportuan se shihnin tym duke dalë nga oxhaku i apartamentit të tij në orë të pazakonta, në mes të natës, në orët e hershme të mëngjesit. Kur pyetej për këtë, Konica thoshte se po pastronte arkivat e vjetra, se po hidhte letra që nuk I duheshin më. Por ata që e njihnin nuk ishin të bindur. Ata besonin se Konica po shkatëronte diçka specifike, diçka që ai nuk donte që askush ta gjente pas vdekjes së tij. Por çfarë ishte kjo? A ishin letra personale që përmbajnin sekrete shumë intime? A ishin dokumente politike që mund të komprometonin njerëz të gjallë? Apo ishte diçka krejtësisht tjetër, ndoshta shënime për një projekt që ai nuk kishte arritur ta përfundonte, ndoshta një memorë që ai kishte vendosur se nuk duhej të shihej kurrë nga sytë e publikut? Ne nuk e dim me siguri, por fakti që Konica po shkatëronte dokumente në mënyrë kaq sistematike tregon se ai po përgatitej për diçka, se ai po sigurohej që disa gjëra do të vdisnin me të.
por ndërsa po shkatëronte disa dokumente, Konica gjithashtu po ruante të tjera me një kujdes të jashtëzakonshëm. Sipas dëshmive të asistentit të tij, Konica kishte krijuar një sistem të komplikuar për ruajtjen e dokumenteve të caktuara. Disa ishin të vulosura në zarfe dhe të ruajtura në një kasafort të vogël që ai mbante në apartament. Të tjera ishin të fshehura në vende të ndryshme, pas librave në bibliotekë, në ndyshemet, brenda kornizave të fotografive. Dhe disa, sipas disa burimeve, ishin të dërguara në adresa të ndryshme me udhëzime që të mos hapeshin deri në një datë të caktuar në të ardhmen. Pse kjo nevojë për një nivel kaq të lartë sekretësie? Çfarë përmbajnin këto dokumente që ishte kaq e rëndësishme sa që duhej të ruhen me kaq kujdes? Dhe ku janë ato dokumente sot? A janë ende të fshehura diku, duke pritur të zbulohen? Apo janë gjetur dhe shkatëruar nga dikush që nuk donte që përmbajtja e tyre të dilte në dritë? Në këtë kontekst, bëhet edhe më e rëndësishme të kuptojmë se çfarë po ndodhte me shëndetin mendor të Konicës gjatë kësaj periudhe. Disa nga ata që e panë në javët e fundit flasin për një ndryshim në sjelljen e tij. Ai bëhej më i heshtur, më i tërhequr. Shpesh qëndronte për orë të tëra duke shikuar nga dritarja, pa folur, pa lëvizur. Kur pyetej nëse ishte mirë, ai buzëqeshte dhe thoshte se po, por buzëqeshja nuk arrinte në sy. Kishte momente kur ai dukej se po fliste me veten, duke përshpëritur fjalë që askush tjetër nuk mund t'i dëgjonte. Dhe kishte momente kur ai dukej krejtësisht i humbur në mendimet e tij, sikur të ishte në një botë tjetër, larg nga realiteti që e rrethonte. A ishte kjo thjesht lodhje e thellë? Apo ishte diçka më serioze, ndoshta fillimi i një procesi që do të çonte në fund të jetës së tij? Mjekët që e ekzaminuan gjatë kësaj periudhe nuk gjetën asgjë specifike, por ata shprehen shqetësim për gjendjen e tij të përgjithshme. Ai po humte peshë, po flinte pak, po hante edhe më pak. Trupi i tij po dobësohej me një shpejtësi që ishte shqetësuese. Por ndërsa trupi i tij po dobësohej, Konica vazhdonte të punonte me një intensitet që ishte pothuajse i çmendur. Ai shkruante orë pas ore, duke prodhuar tekste që ishin njëkohësisht briljante dhe shqetësuese. Disa nga këto tekste ishin ese mbi letërsinë dhe kulturën, të shkruara me elegancën dhe mbretësinë që kishin qenë gjithmonë shenja dalluese e stilit të tij. Por të tjera ishin më të errëta, më personale, më të mbushura me një ndjenjë urgjence dhe dëshpërimi. Në një nga këto tekste, të shkruar vetëm disa javë para se të vdiste, Konica shkruan: "Ka momente kur ndihem sikur jam duke jetuar në dy kohë njëkohësisht, e tashmja, ku trupi im po dobësohet dhe bota po shkatërohet, dhe e ardhmja, ku shpresoj se fjalët e mia do të lexohen nga njerëz që do të kuptojnë atë që unë po përpiqem të them. Por çfarë po përpiqem të them? Ndonjëherë nuk jam i sigurt. Ndonjëherë mendoj se po shkruaj thjesht për të mbajtur veten të zënë, për të mos menduar për atë që po vjen. Por pastaj kujtoj se fjalët kanë fuqi, se idetë mund të mbijetojnë edhe kur trupi vdes, se ndoshta, në fund të fundit, kjo është e vetmja gjë që mbetet, fjalët që lëm pas." Këto fjalë janë ndër më të prekshmet që Konica ka shkruar ndonjëherë. Ato tregojnë një njeri që po përballej me vdekshmërinë e tij, që po përpiqej të gjejë kuptim në një jetë që po afrohej në fund, që po shpresonte se gjithçka që ai kishte bërë do të kishte një vlerë që do të zgjaste përtej jetës së tij. Dhe ndoshta, në fund të fundit, kjo është pyetja më e rëndësishme që ne mund të bëjmë për fajt Konicën: çfarë vlere ka jeta e një njeriu? Si e matim ne kontributin e dikujt? A është në arritjet konkrete që ai lë pas? A është në ndikimin që ai ka në njerëzit që e njihnin? Apo është në diçka më të paqartë, më të vështirë për t'u matur, në idetë që ai shpërndau, në fjalët që ai shkroi, në shembullin që ai dha për atë se si mund të jetohet një jetë e devotshme ndaj diçkaje më të madhe se vetja? Në dhjetor të vitit 1942, kur Faik Konica u gjeti pa jetë në apartamentin e tij, autoritetet amerikanë bën diçka që shumë e konsiderojnë të dyshimt. Ata vulosën apartamentin për disa ditë para se ta lejonin familjen ose miq të hynin. Çfarë po kërkonin ata? Çfarë po kontrollonim? Dokumentet zyrtare thonë se ishte thjesht një procedurë rutinë, por ata që e njohin historinë e Konicës nuk janë të bindur. Ata besojnë se autoritetet po kërkonin diçka specifike, ndoshta ato 3 dosje të vulosura që u përmendën në fillim të këtij dokumentari, ndoshta dokumente të tjera që Konica kishte fshehur, ndoshta prova për lidhje që zyrtarisht nuk ekzistonin. Dhe nëse i gjetën, çfarë bën me to? Ku janë ato sot? Dhe pse, edhe pas kaq shumë vitesh, ka ende një heshtje zyrtare rreth kësaj çështjeje?
Këto janë pyetje që vazhdojnë të mundojnë historianët, që vazhdojnë të alimentojnë teori konspirative, që vazhdojnë të mbajnë gjallë misterin e Faik Konicës edhe sot, më shumë se 80 vjet pas vdekjes së tij. Por le të ndalemi për një moment dhe të mendojmë për atë që Konica la pas, jo vetëm dokumentet dhe sekretet, por trashëgimin e tij më të gjerë. Ai shkroi disa nga tekstet më të bukura në gjuhën shqipe. Ai ngriti standardet e shkrimit shqip në një nivel që nuk ishte parë më parë. Ai tregoi se ishte e mundur të shkruash në shqip me një elegancë dhe sofistikim që mund të konkuronte me çdo gjuhë tjetër evropiane. Ai frymëzoi breza të tërë të shkrimtarëve, intelektualëve, aktivistëve. Dhe ndoshta, në fund të fundit, kjo është trashëgimia më e rëndësishme që ai la, jo arritjet konkrete, jo ndryshimet e menjëhershme, por ndikimi i gjatë, i ngadalt, i thellë që ai pati në mënyrën se si një komb i tërë mendonte për veten e tij, për gjuhën e tij, për kulturën e tij, për vendin e tij në botë. Dhe nëse e shikojmë nga ky këndvështrim, ndoshta Konica nuk dështoi fare. Ndoshta ai arriti saktësisht atë që kishte dashur të arrinte, të linte një gjurmë të pashlyeshme, të krijonte një trashëgimi që do të zgjaste për te jetës së tij, të frymëzonte njerëz që ai nuk do t'i takonte kurrë, por që do të lexonin fjalët e tij dhe do të ndikonin nga idetë e tij. A mund të imagjinoni se si do të ishte të dije se po vdes, se koha jote po mbarohet, por të vazhdosh të shkruash, të vazhdosh të punosh, të vazhdosh të shpresosh se ajo që po bën do të ketë një vlerë që do të zgjas për te jetës sate? Kjo ishte realiteti i Faik Konicës në ditët dhe javët e fundit të jetës së tij. Ai e dinte se po vdiste, por ai refuzoi të lejonte që kjo të ndalonte. Ai vazhdoi të shkruante, të mendonte, të planifikonte. Ai vazhdoi të besonte se fjalët kishin fuqi, se idetë mund të ndryshonin botën, se edhe kur gjithçka tjetër po shkatërrohej, ende kishte vlerë të vazhdosh të luftosh për atë në të cilën besoje. Dhe ndoshta, në fund të fundit, kjo është mësimi më i rëndësishëm që ne mund të mësojmë nga jeta e Faik Konicës, se edhe në balë të vdekjes, edhe në balë të dështimit, edhe në balë të shgënjimit, ende ka vlerë të vazhdosh të besosh, të vazhdosh të shpresosh, të vazhdosh të luftosh për atë që është e drejtë, për atë që është e bukur, për atë që është e vërtetë. Për herë të parë në 35 vjet, njeriu që ishte përgjegjës për sigurinë personale të Faik Konicës pranon të flasë para kamerave. Çfarë na tregon ai për javët e fundit të jetës së Konicës do të rrëzojë gjithçka që mendonit se dinin. Nga bisedat private midis Konicës dhe figurave të panjohura që vinin në orët e vona të natës, deri te planet e tij të dëshpëruara për të mbrojtur dokumentet që ai i konsideronte më të rëndësishme se vetë jeta e tij, deri te momenti kur ai kuptoi se gjithçka po i dilte nga duar. Ky njeri, i cili ka ruajtur heshtjen për dekada të tëra, tani flet me një zë që ende dridhet nga emocioni. Në natën e 15 dhjetorit të vitit 1942, Faik Bey më thiri në apartamentin e tij. Ishte ora 11 e natës. Kur hyra, e gjeta duke qëndruar pranë dritares, duke shikuar rrugën e zbrazët poshtë. Pa u kthyer, më tha, të gjitha letrat që kam shkruar, të gjitha fjalët që kam thënë, të gjitha planet që kam bërë, gjithçka do të zhduket sikur të mos ketë ekzistuar kurrë. Por ka një gjë që duhet të mbijetoj. Vetëm një gjë. Kur e pyeta se çfarë ishte ajo gjë, ai u kthye dhe më shikoi me sy që ishin plot me një përzierje dhimbjeje dhe vendosmërie. E vërteta, tha ai. E vërteta duhet të mbijetoj, edhe nëse gjithçka tjetër zhduket. Por çfarë e vërtetë po fliste Konica? Çfarë dinte ai që ne nuk e dim? Dhe pse, edhe sot, më shumë se 80 vjet më vonë, ka njerëz që nuk duan që kjo e vërtetë të dalë në dritë? Le të kthehemi në ato ditë të fundit, në ato orë të fundit, kur Faik Konica po jetonte me ndërgjegjen e plotë se koha e tij po mbaronte. Sipas dëshmive të atyre që ishin afër tij, ai kishte hyrë në një gjendje që ishte njëkohësisht e qetë dhe e tensionuar. Ai nuk fliste më shumë për të ardhmen, nuk bënte më plane afatgjata. Por as nuk duke i dorëzuar. Ishte sikur ai kishte pranuar realitetin e vdekjes së tij, por njëkohësisht po përpiqej të sigurohej se disa gjëra do të vazhdonin edhe pas tij. Një nga vizitorët e fundit, një mik i vjetër nga vitet e Parisit që kishte udhëtuar posaçërisht për ta parë, tregon se Konica i foli për diçka që e shqetësoi thellësisht. Ai më tha se kishte bërë gabime në jetën e tij, gabime që nuk mund t'i rregullonte më. Por më tha gjithashtu se kishte bërë disa gjëra që ishin të drejta, disa gjëra që do të kuptohen vetëm më vonë, kur njerëzit do të kenë distancën e nevojshme për t'i parë gjërat qartë. Kur e pyeta se çfarë gjërash po fliste, ai thjesht tundi kokën dhe tha, do ta kuptoni një ditë. Të gjithë do ta kuptojnë një ditë.
Por çfarë ishin këto gjëra që Konica besonte se do të kuptohen vetëm më vonë? Për të kuptuar këtë, duhet të shikojmë më thellë në atë që ai po bënte në ato ditë të fundit. Sipas dëshmive që kemi mbledhur, Konica po shkruante letra, jo letra të zakonshme, por letra që dukej se ishin të destinuara për njerëz që ai nuk I kishte takuar kurrë, për breza që ende nuk kishin lindur. Në një nga këto letra, të zbuluar vetëm në vitet e fundit në arkivat e një biblioteke në Francë, Konica shkruan: "Ju që po lexoni këto fjalë në një kohë që unë nuk mund ta imagjinoj, ju që jetoni në një botë që unë nuk do ta shoh kurrë, dua t'ju them diçka, mos u besoni gjithçka që do t'ju thonë për mua. Disa do të më quajnë hero, të tjerë do të më quajnë tradhtar. Disa do të thonë se kam dashur Shqipërinë më shumë se gjithçka, të tjerë do të thonë se kam qenë vetëm një oportunist që përdorte idealin kombëtar për qëllimet e mia personale. E vërteta, si gjithmonë, është diku në mes. Unë kam qenë një njeri me të meta dhe virtyte, me sukses dhe dështime, me dashuri dhe urrejtje. Por një gjë mund t'ju them me siguri, çdo gjë që kam bërë, e kam bërë duke besuar se ishte e drejtë në atë moment. Nëse kam gabuar me sinqeritet. Nëse kam arritur diçka, e kam arritur me sakrificë." Këto fjalë na japin një pasqyrë të rrallë në botën e brendshme të Konicës, në mënyrën se si ai e shihte veten dhe trashëgiminë e tij. Por ato gjithashtu ngren pyetje të reja: çfarë gabimesh po fliste ai? Çfarë sakrificash kishte bërë? Dhe çfarë arriti ai që ai besonte se do të kuptohet vetëm më vonë? Për t'ju përgjigjur këtyre pyetjeve, duhet të shikojmë në atë që ndodhi pas vdekjes së tij, në mënyrën se si trashëgimia e tij u trajtua, u interpretua, u manipulua nga forca të ndryshme që kishin interesa të ndryshme. Sepse historia e Faik Konicës nuk mbaroi me vdekjen e tij, në shumë mënyra, ajo sapo kishte filluar. Por para se të shkojmë atje, le të flasim për një moment për ditën kur Faik Konica vdiq. Ishte e shtunë, 15 dhjetor të vitit 1942. Jashtë, Washingtoni ishte I mbuluar me borë. Brenda apartamentit të tij, Konica qëndronte në karrigen e tij të preferuar, duke shikuar nga dritarja. Sipas personit që e gjeti, ai duke I qetë, pothuajse I relaksuar. Në preherin e karrigen kishte një libër të hapur, një vëllim I vjetër I poezive të Danteut, I shënuar me shënime në margjina. Në tavolinën pranë tij kishte një gotë me ujë, një shishe me pilula që nuk ishin marrë dhe një letër të paplotësuar, shkruar me atë shkrim elegant që kishte qenë gjithmonë shenja dalluese e tij. Letra fillonte me fjalët: "Vëllai im I dashur Mehmet, ndërsa po të shkruaj këto fjalë, ndihem sikur po të flas për herë të fundit." Por letra nuk ishte përfunduar. Pena kishte rënë nga dora e tij, duke lënë një njoll të vogël boje në letër. Çfarë po përpiqej të thoshte Konica në atë letër të fundit? Çfarë fjalë të fundit donte t'i linte vëllait të tij? Ne nuk do ta dim kurrë, sepse letra u mor nga autoritetet dhe nuk u gjet kurrë më. Kjo letër e humbur është vetëm një nga shumë mistera që rrethojnë vdekjen e Konicës. Një tjetër mister është çështja e asaj që ndodhi me trupin e tij pas vdekjes. Sipas dëshmive të kohës, kishte një vonesë të pazakontë para se trupi të transportohej në mortore. Autoritetet thanë se ishte për shkak të procedurave administrative, por disa njerëz që ishin të përfshirë në proces tregojnë një histori tjetër. Ata thonë se kishte një debat të ashpër midis zyrtarëve të ndryshëm për atë se çfarë duhej bërë me trupin, se disa donin që të bëhej një autopsi e plotë, ndërsa të tjerë argumentonin se nuk ishte e nevojshme. Në fund, nuk u bë asnjë autopsi. Shkaku zyrtar I vdekjes u regjistrua si dështim I zemrës, por disa mjek që e kishin trajtuar Konicën gjatë viteve të fundit shprehen dyshime. Ata thanë se edhe pse ai kishte probleme me zemrën, ato nuk ishin aq të rënda sa të shkaktonin një vdekje të papritur. Ata sugjeruan se duhej të bëheshin teste të mëtejshme, por këto teste nuk u bën kurrë. Pse kjo ngutje për të mbyllur çështjen? Pse kjo rezistencë ndaj një hetimi më të thellë? Disa besojnë se autoritetet dinin diçka që nuk donin ta bënin publike. Të tjerë mendojnë se thjesht donin të shmangnin një skandal që mund të dilte nëse detajet e caktuara për jetën e Konicës do të zbuloheshin gjatë një hetimi. Dhe ka edhe ata që besojnë se vdekja e Konicës nuk ishte aq natyrale sa dukej, se kishte forca që donin që ai të heshte përgjithmonë, dhe se ato forca siguruan që pyetjet e vështira të mos bëheshin kurrë. A është kjo thjesht një teori konspirative? Apo ka diçka më tepër?
Ne nuk mund të jemi të sigurt, por fakti që ka ende kaq shumë pyetje pa përgjigje, kaq shumë dokumente të humbura, kaq shumë heshtje zyrtare, na bën të mendojmë se ka diçka që na fshihet edhe sot. Mendoni për një moment për njeriun që tradhtoi Faik Konicën në mënyrën më të dhimbshme të mundshme, jo me armë, jo me dhunë, por me heshtje. Ky njeri, i cili kishte qenë një nga miqtë më të afërt të Konicës për dekada të tëra, i cili kishte ndarë me të ëndra dhe plane, i cili kishte qenë dëshmitar i momenteve më intime të jetës së tij, vendosi në fund të heshtë. Kur Konica kishte më shumë nevojë për mbështetje, kur ai po përpiqej të sigurohej se trashëgimia e tij do të ruhet, ky njeri u tërhoq. Ai nuk foli kundër Konicës, por as nuk foli në mbrojtje të tij. Ai thjesht u zhduk, duke lënë Konicën të vetmuar në momentet e tij më të errëta. Kush ishte ky njeri? Pse vendosi të tradhtoi në këtë mënyrë? Dhe çfarë ndodhi me të pas vdekjes së Konicës? Sipas disa burimeve, ky njeri jetoi për shumë vite pas Konicës, por ai nuk foli kurrë publikisht për marrëdhënien e tij me të. Ai refuzoi të japë intervista, refuzoi të shkruante kujtime, refuzoi të ndajë atë që dinte. Disa thonë se ai ishte i mbushur me pendim, se ai jetoi me peshën e tradhtisë së tij deri në ditën që vdiq. Të tjerë thonë se ai thjesht kishte vendosur se ishte më mirë të heshte, se e vërteta ishte shumë e komplikuar, shumë e dhimbshme për t'u treguar. Por çfarëdo që ishte arsyeja, heshtja e tij la një boshllëk në historinë e Konicës, një boshllëk që ne ende po përpiqemi ta mbushim sot. Por le të flasim për një moment për atë që ndodhi me punën e Konicës pas vdekjes së tij. Disa nga shkrimet e tij u botuan, por shumë të tjera mbetën të pabotuar për dekada. Pse? Disa thonë se ishte për shkak të cilësisë, se jo gjithçka që Konica shkroi ishte në nivelin e punës së tij më të mirë. Por të tjerë argumentojnë se kishte arsye më të errëta. Ata thonë se disa nga tekstet e Konicës përmbajnin kritika kaq të ashpra, ide kaq radikale, zbulime kaq shqetësuese, saqë ata që kontrollonin trashëgimin e tij vendosën se ishte më mirë që ato të mos shihen nga publiku. Dhe kush ishin këta njerëz që kontrollonin trashëgimin e tij? Kush vendosi se çfarë duhej botuar dhe çfarë duhej fshehur? Këto janë pyetje që historianët ende po debatonin, sepse dokumentet që do të na jepnin përgjigje të qarta janë ose të humbura ose të klasifikuara në arkiva që nuk janë të aksesueshme për publikun. Një nga aspektet më intriguese të kësaj historie është ekzistenca e asaj që disa e quajnë lista e zezë e Konicës. Sipas disa burimeve, Konica kishte mbajtur një listë të njerëzve që ai konsideronte armiq të Shqipërisë, njerëz që ai besonte se po punonin kundër interesave kombëtare, njerëz që ai mendonte se duhej ekspozuar dhe neutralizuar. Kjo listë, nëse ekzistonte, do të përmbante emra të njerëzve në pozicione të larta, politikan, diplomat, intelektual, madje edhe disa që konsideroheshin si patriot. Por ku është kjo listë sot? A u gjet ajo ndonjëherë? Apo ishte një nga ato dokumente që Konica i dogji në ditët e fundit të jetës së tij? Disa besojnë se lista ekziston ende, e fshehur diku, duke pritur të zbulohet. Të tjerë mendojnë se ajo ishte një mit, një legjendë që u krijua pas vdekjes së Konicës për të shpjeguar pse disa njerëz ishin kaq të shqetësuar për trashëgimin e tij. Por edhe nëse ishte një mit, fakti që njerëzit besonin në ekzistencën e saj tregon diçka të rëndësishme. Konica kishte një reputacion si dikush që dinte sekrete, që mbante informacione që mund të ishin të rrezikshme për njerëz të fuqishëm. Dhe këtu vjen një nga pyetjet më të mëdha: a e realizoi Konica se po tradhtohej? A e dinte ai se njerëz që ai konsideronte miq po punonin kundër tij? Sipas disa dëshmive, po. Në një nga letrat e tij të fundit, të shkruar vetëm disa javë para se të vdiste, Konica shkruan: "Kam filluar të kuptoj se ka njerëz rreth meje që nuk janë ajo që duken. Ka njerëz që buzëqeshin në fytyrën time, por që pas shpine po punojnë për të shkatëruar gjithçka që kam ndërtuar. Kam qenë naiv. Kam besuar shumë lehtë. Kam menduar se nëse isha i sinqert me ta, ata do të ishin të sinqert me mua. Por tani e kuptoj, në këtë botë, sinqeriteti shpesh interpretohet si dobësi dhe dobësia shfrytëzohet pa mëshirë." Këto fjalë tregojnë një njeri që po përballej me një realizim të dhimbshëm, një njeri që po kuptonte se kishte gabuar në gjykimin e tij për njerëzit që i rrethonin. Por a ishte shumë vonë për të bërë diçka? A kishte Konica ende kohë për të mbrojtur veten, për të mbrojtur trashëgimin e tij? Duket se ai u përpoq, por përpjekjet e tij nuk ishin të mjaftueshme. Le të flasim tani për atë që ndodhi me familjen e Konicës pas vdekjes së tij.
Vëllai i tij Mehmet, i cili kishte qenë konfidenti më i afërt i tij për gjithë jetën, u godit thellë nga humbja. Sipas atyre që e njihnin, Mehmet nuk foli kurrë shumë për vëllain e tij pas vdekjes së tij. Ai mbajti një heshtje që disa e interpretuan si respekt, ndërsa të tjerë e interpretuan si diçka më komplekse, ndoshta një ndjenjë faji, ndoshta një frikë se nëse do të fliste, do të zbulonte gjëra që ishte më mirë të mbeteshin të fshehura. Por çfarë dinte Mehmet që ne nuk e dim? Çfarë i kishte treguar Faik atij që ai nuk ja kishte treguar askujt tjetër? Këto janë pyetje që ne nuk mund t'i përgjigjemi, sepse Mehmet vdiq pa lënë kujtime të shkruara, pa dhënë intervista, pa ndarë sekretet që ai mbante. Dhe kështu, një tjetër pjesë e enigmës së Faik Konicës u varros me të. Por ndërsa familja e tij heshte, të tjerë filluan të flasin. Në vitet që erdhën pas vdekjes së Konicës, filluan të shfaqeshin artikuj, libra, studime që përpiqeshin të analizonin jetën dhe punën e tij. Disa nga këto ishin të sinqerta, të bazuara në kërkime serioze. Por të tjera ishin të mbushura me spekulime, me teori konspirative, me akuza që nuk ishin të mbështetura nga prova. Konica u bë një figurë kontroversiale, disa e adhuronin, të tjerë e urrenin dhe shumë pak njerëz ishin indiferent ndaj tij. Kjo polarizim vazhdon edhe sot. Ka njerëz që e shohin Konicën si një hero kombëtar, një vizionar që ishte para kohës së tij. Ka të tjerë që e shohin si një elitist arrogant që përçmonte popullin e tij. Dhe ka edhe ata që e shohin si një figurë tragjike, një njeri që kishte talente të jashtëzakonshme, por që nuk arriti kurrë të realizojë plotësisht potencialin e tij për shkak të rrethanave historike dhe të zgjedhjeve personale që bëri. Çfarë do të thoshte vetë Konica për këtë trashëgimi të kontroversiale? A do të ishte i kënaqur me mënyrën se si ai kujtohet? Apo do të ishte zhgënjur duke parë se njerëzit ende po debatojnë për të në vend që të bashkohen rreth vizionit që ai kishte për Shqipërinë? Ne nuk mund ta dimë me siguri, por bazuar në atë që ai shkroi gjatë jetës së tij, mund të imagjinojmë se ai do të kishte një përgjigje komplekse. Nga njëra anë, ai ndoshta do të ishte i kënaqur që njerëzit ende po lexojnë punën e tij, ende po diskutojnë idetë e tij, ende po përpiqen të kuptojnë se kush ishte ai. Nga ana tjetër, ai ndoshta do të ishte i zhgënjur që shumë nga debatet janë të fokusuar në personalitetin e tij në vend që në idetë e tij, në skandalet e supozuara në vend që në kontributin e tij intelektual. Dhe tani, ndërsa po afrohemi në fund të kësaj historie të jashtëzakonshme, le të mendojmë për atë që Faik Konica la pas, jo vetëm tekstet dhe letrat, jo vetëm sekretet dhe misteret, por diçka më të thellë, më të qëndrueshme. Ai la një shembull të asaj se çfarë do të thotë të jetosh një jetë të devotshme ndaj diçkaje më të madhe se vetja. Ai la një trashëgimi që vazhdon të frymëzojë dhe të sfidojë, që vazhdon të provokojë dhe të stimulojë. Ai la një pyetje që çdo brez duhet ta përballojë. Çfarë do të thotë të jesh besnik ndaj kombit tënd kur kombi yt nuk është gjithmonë besnik ndaj vlerave që ti i mbron? Çfarë do të thotë të luftosh për një ideal kur ideali duket i paarritshëm? Çfarë do të thotë të vazhdosh të shpresosh kur gjithçka rreth teje po shkatërrohet? Pas vdekjes së Faik Konicës, bota vazhdoi të rrotullohej. Lufta e dytë botërore mbaroi dhe një rend i ri botëror u krijua. Shqipëria kaloi nëpër transformime të thella, disa që Konica kishte parashikuar, të tjera që ai nuk do t'i kishte imagjinuar kurrë. Breza të rinj u rritën duke lexuar fjalët e tij, duke u frymëzuar nga shembullin e tij, duke u përpjekur të kuptojnë se çfarë mësimesh mund të nxirrnin nga jeta e tij e komplikuar. Disa mësuan nga gabimet e tij, të tjerë përsëritën ato. Disa ndoqën shembullin e tij të devotshmërisë ndaj kulturës dhe gjuhës, të tjerë zgjodhen rrugë të ndryshme. Por të gjithë, në një mënyrë apo në një tjetër, u ndikuan nga trashëgimia që ai la. Sot, më shumë se 80 vjet pas vdekjes së tij, Faik Konica mbetet një figurë që vazhdon të fascinojë. Emri i tij përmenden në shkolla, në universitete, në debate intelektuale. Tekstet e tij lexohen dhe analizohen. Jeta e tij studiohet dhe interpretohet. Por edhe sot, ka ende kaq shumë që ne nuk e dim për të. Ka ende kaq shumë sekrete që presin të zbulohen. Ka ende kaq shumë pyetje pa përgjigje. Dhe ndoshta, në fund të fundit, kjo është pikërisht ajo që Konica do të kishte dashur, jo të ishte plotësisht i kuptuar, jo të ishte plotësisht i zbuluar, por të mbetej një enigmë, një mister që çdo brez do të përpiqej ta zgjidhte në mënyrën e vet. Çfarë mësimesh mund të nxjerrim ne nga jeta e Faik Konicës? Ndoshta mësimi më i rëndësishëm është ky, se jeta e një njeriu nuk mund të reduktohet në një narrativ të thjeshtë, në një gjykim të qartë.
Ne jemi të gjithë kompleks, të gjithë kontradiktor, të gjithë të mbushur me dritë dhe errësirë. Konica ishte një njeri që donte Shqipërinë me një pasion të zjarrt, por që gjithashtu e kritikonte atë me një ashpërsi që linte plagë. Ai ishte një njeri që shkroi disa nga tekstet më të bukura në gjuhën shqipe, por që gjithashtu luajti lojra politike që ishin të errëta dhe të komplikuara. Ai ishte një njeri që frymëzoi breza të tërë, por që gjithashtu la pas një trashëgimi të mbushur me pyetje dhe kontradikta. Dhe ndoshta, në fund të fundit, kjo është ajo që e bën atë kaq interesant, kaq të rëndësishëm për ne edhe sot, jo sepse ai ishte i përsosur, por sepse ai ishte njerëzor, me të gjitha kompleksitetet që kjo nënkupton. Ndërsa mbyllim këtë kapitull të historisë së Fajt Konicës, le të mendojmë për një moment për atë që ai do të kishte dashur që ne të mbajmë mend për të. Ndoshta jo arritjet e tij specifike, jo skandalet e supozuara, jo edhe sekretet që ai mori me vete në varr. Por diçka më të thjeshtë dhe më të thellë, se ai ishte një njeri që u përpoq, që luftoi, që nuk u dorëzua kurrë plotësisht edhe kur gjithçka dukej e pashpresë. Se ai besonte në fuqinë e fjalës, në fuqinë e ideve, në fuqinë e kulturës për të ndryshuar botën. Se ai jetoi me një pasion dhe një intensitet që ishin të rralla, dhe se edhe kur bëri gabime, i bëri ato me një sinqeritet që ishte i pamohueshëm. Dhe ndoshta, në fund të fundit, kjo është trashëgimia më e rëndësishme që ai la, jo një grup tekstesh apo një sër arritjesh, por një shembull i asaj se çfarë do të thotë të jetosh një jetë të plotë, të pasionuar, të devotshme ndaj diçkaje më të madhe se vetja. Historia e Fajt Konicës nuk mbaroi me vdekjen e tij në atë dhjetor të ftohtë të vitit 1942. Në shumë mënyra, ajo vazhdon edhe sot. Çdo herë që dikush lexon një nga tekstet e tij, çdo herë që dikush frymëzohet nga shembullin e tij, çdo herë që dikush përpiqet të kuptojë se kush ishte ai vërtet, historia e tij vazhdon të jetohet. Dhe ndoshta kjo është forma më e mirë e pavdekshmërisë, jo të jesh i përsosur, jo të jesh i harruar, por të vazhdosh të jetosh në mendimet dhe zemrat e atyre që vijnë pas teje, të vazhdosh të provokosh dhe të frymëzosh, të vazhdosh të sfidosh dhe të stimulosh. Kjo është trashëgimia e Fajt Konicës, një trashëgimi që është e gjallë, që është e kontroversiale, që është e pasur me mundësi për interpretim dhe rinterpretim. Dhe kështu, ndërsa qëndrojmë këtu, më shumë se 80 vjet pas vdekjes së tij, ne jemi ende duke u përpjekur të kuptojmë se kush ishte Fajt Konica. Ishte ai një hero apo një tragjedi? Ishte ai një vizionar apo një ndërrimtar i humbur? Ishte ai një patriot i devotshëm apo një manipulator i zgjuar? Ndoshta ai ishte të gjitha këto gjëra njëkohësisht. Ndoshta ai ishte diçka që ne ende nuk kemi fjalët për ta përshkruar. Ndoshta ai ishte thjesht një njeri që jetoi në një kohë të vështirë, që bëri zgjedhje të vështira, që luftoi betejë të vështira dhe që në fund, si të gjithë ne, u përball me vdekshmërinë e tij dhe me pyetjen e përjetshme: çfarë do të mbetet pas nesh kur të mos jemi më? Por a ka ende sekrete që presin të zbulohen? A ka ende dokumente të fshehura që mund të ndryshojnë mënyrën se si e kuptojmë Fajt Konicën? Ndoshta po. Ndoshta diku, në një arkiv të harruar, në një sirtar të vjetër, në një bibliotekë të largët, ka letra që ai shkroi, shënime që ai mbajti, dokumente që ai fshiu, që një ditë do të gjenden dhe do të na japin një pamje të re të këtij njeriu të jashtëzakonshëm. Apo ndoshta jo. Ndoshta disa sekrete janë destinuar të mbeten sekrete për gjithmonë, të mbeten pjesë e misterit që e bën Fajt Konicën kaq fascinues edhe sot. Çfarëdo që të jetë e vërteta, një gjë është e sigurt, historia e Fajt Konicës është një histori që ja vlen të tregohet, një histori që ja vlen të dëgjohet, një histori që ja vlen të mbahet gjallë. Sepse në fund të fundit, historitë e njerëzve si Konica janë historitë që na ndihmojnë të kuptojmë veten tonë, që na ndihmojnë të kuptojmë se çfarë do të thotë të jesh njeri, të jetosh me pasion, të luftosh për atë në të cilën beson, dhe të lësh pas një trashëgimi që do të zgjas për te jetës sate. Dhe nëse ka një mësim që ne mund të nxjerrim nga jeta e tij e jashtëzakonshme, është ky, se edhe në ballë të vështirësive të pamposhtura, edhe në ballë të zhgënjimeve të thella, edhe në ballë të vdekjes së pashmangshme, ende ka vlerë të vazhdosh të luftosh, të vazhdosh të shpresosh, të vazhdosh të besosh se fjalët dhe idetë kanë fuqi për të ndryshuar botën. Dhe kështu, historia e Fajt Konicës arrin në fund, ose ndoshta, më saktë, arrin në një pikë ku ne duhet të ndalojmë dhe të reflektojmë mbi atë që kemi mësuar. Pas vdekjes së tij, bota vazhdoi të ndryshonte me një shpejtësi që ai nuk do ta kishte imagjinuar kurrë. Shqipëria kaloi nëpër transformime të thella, disa që sollën shpresë, të tjera që sollën dhimbje. Njerëzit që e njihnin Konicën, që kishin punuar me të, që kishin qenë miq ose armiq të tij, ngadalë zhdukën nga skena.
Disa vdiqën në mërgim, të tjerë u kthyen në Shqipëri dhe përjetuan fatet e tyre të ndryshme në regjime të ndryshme. Por emri i Faik Konicës mbijetoi. Tekstet e tij vazhduan të lexoheshin. Idetë e tij vazhduan të diskutoheshin. Dhe ngadalë, shumë ngadalë, ai u bë ajo që ndoshta gjithmonë kishte dashur të ishte, një figurë legjendare, një simbol i inteligjencës dhe elegancës shqiptare. Një njeri që kishte jetuar sipas rregullave të veta dhe që kishte lënë një gjurmë të pashlyeshme në historinë e kombit të tij. Por çfarë ndodhi me ata që e tradhtuan? Çfarë ndodhi me atë mik të afërt që zgjodhi heshtjen në vend të mbështetjes? Sipas disa burimeve, ai jetoi një jetë të gjatë, por të mbushur me pendim. Ai nuk foli kurrë publikisht për Konicën, por ata që e njihnin thonë se ai shpesh përmendej atë në biseda private, gjithmonë me një ton melankolie dhe keqardhje. Ai vdiq në vitet e 70-tave, i vetmuar dhe i harruar, duke mbajtur me vete sekretet që nuk kishte guximin t'i ndante me botën. Dhe ndoshta kjo është dënimi më i madh, jo të dënohesh nga të tjerët, por të jetosh me peshën e tradhtisë sate, duke ditur se ke lënë pas një mik në momentin kur ai kishte më shumë nevojë për ty, por le të mos përfundojmë me errësirë. Le të përfundojmë me diçka që Faik Konica vetë do ta kishte dashur, me një pyetje të hapur, me një ftesë për reflektim, me një shpresë se e vërteta, edhe nëse është e komplikuar dhe e dhimbshme, në fund do të dalë në dritë. Sepse kjo është ajo që Konica besonte, se e vërteta ka fuqi, se fjalët kanë fuqi, se idetë kanë fuqi për të ndryshuar botën. Dhe edhe nëse ai nuk e pa këtë ndryshim gjatë jetës së tij, edhe nëse ai vdiq duke u ndjerë i zhgënjur dhe i vetmuar, trashëgimia e tij vazhdon të jetojë, vazhdon të frymëzojë, vazhdon të sfidojë. A ishte Faik Konica një njeri i përsosur? Jo. A bëri ai gabime? Po, shumë. A kishte ai të meta? Sigurisht. Por a ishte ai një njeri që u përpoq, që luftoi, që nuk u dorëzua kurrë plotësisht edhe kur gjithçka dukej e pa shpresë? Po, pa dyshim. Dhe ndoshta, në fund të fundit, kjo është gjithçka që ne mund të kërkojmë nga njëri tjetri, jo të jemi të përsosur, por të jemi të sinqert, të jemi të pasionuar, të jemi të devotshëm ndaj diçkaje më të madhe se vetja. Kjo është trashëgimia e Faik Konicës, një trashëgimi që është e pasur, e komplikuar, e mbushur me kontradikta, por që në fund është thellësisht njerëzore dhe thellësisht frymëzuese. Dhe kështu, ndërsa mbyllim këtë kapitull të historisë së tij, le të mbajmë mend se historia nuk është kurrë e plotë, se ka gjithmonë më shumë për të zbuluar, më shumë për të kuptuar, më shumë për të mësuar. Ndoshta një ditë dikush do të gjejë ato dokumente të humbura, do të zbulojë ato sekrete të fshehura, do të nxjerrë në dritë ato të vërteta që Konica i mori me vete në varr. Apo ndoshta jo. Ndoshta disa gjëra janë destinuar të mbeten mistera për gjithmonë. Por çfarëdo që të ndodh, një gjë është e sigurt, Faik Konica do të vazhdojë të jetojë në mendimet dhe zemrat e atyre që lexojnë fjalët e tij, që frymëzohen nga shembullin e tij, që përpiqen të kuptojnë se kush ishte ai vërtet. Dhe kjo, në fund të fundit, është forma më e mirë e pavdekshmërisë që një shkrimtar mund të shpresojë. Të nderuar shikues, nëse keni ndjekur këtë histori tragjike deri në fund, shkruani në komente nga cili qytet jeni. Na është e rëndësishme të dimë se ku Faik Konica ende kujtohet. Dhe abonohuni në kanal për të mos humbur të vërtetën për idhujt e historisë.